Të nderuar familjarë të dëshmorëve dhe të martirëve, të nderuar veteran e invalid të luftës, i nderuari kryetari komunës së Klinës, zotëri Zoran Lezaj, i nderuari kryetari Aleancës për Armërinë e Kosovës, zotëri Ramosh Haradinaj, i nderuari zëvendës komandant i Forcës së Sigurisë Kosovës, general Enver Cikaçi, i nderuar zëvendës ministër i Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, zotëri Auland Kelmendi, të nderuar përfaqësues e drejtues të institucioneve shtetërore e lokale, të nderuar ushtarak, oficer e ushtar dhe polic të Kosovës, i nderuari Basalil, prind i Muj Krasniqit, komandant Kapuqit, të nderuar përfaqësues, klerik fetar, Mulla Gjevat, zonja dhe zotëri, motra dhe vlezër, në këtë vend që mban emrin e tij, sot të nderojmë historinë e sakrifisës për liri, teksa përkujtojmë Ilir Merturin, në familjen e tij atë dashse, Iliri kishte mësuar se atë dheu është edhe përgjegjësi. I përgatitur si oficer rezerv, ai nuk e ka pa këtë dije si privilegj personal për veten, por si obligim kombëtar për të vënë në shërbim të luftës për liri. Në radhët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, përveç luftëtarit me armë në dorë, Iliri ishte edhe dorë që ndihmonte gjithandej. Ishte trim humanist që kujdesej për të plagosurit, duke siguruar barna e duke shpëtuar jetë, në ditët kur vdekja ishte më afër se shpresa. Në një përballje të pabarabartë, duke mbrojtur popullatën civile, Iliri bashkë me 20 shok ranë heroikisht. Në fund të janarit 1999,
forcat armatosura të Serbisë vranë 30 shqiptarë në rrogov të Hasit, goden dhe Beshtazhin Gjakovës. 21 luftarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës ranë duke mbrojtur popullatën civile, ndërkaq 9 civil u ekzekutuan pa mëshirë. Të nderuar pranishëm, historia e sakrificës për Republikën e Kosovës dhe lirinë e popullit tonë është e shtrirë ndër breza. Sot në këtë ditë kujtese për dëshmorët Mërturi, Avdyli dhe Gashi, unë po vi nga Mitrovica, ku me 29 janar 2001, në veri të Ibrit atje, pra para 25 vjetëve, u vra Gazmend Ibrahimi, i mituri vetëm 15 vjeçar, e që si vjetë do të bëhej burr 40 vjeç. Kujtimi i tij na rikujton se rruga drejt çlirimit të plot dhe paqes së qëndrueshme ka qenë e gjatë dhe e dhimbshme dhe është tejet e vlefshme për ta ruajtur të gjithë ne bashkë. Iliri dhe Gazmendi u përkasin dy brezave të ndryshëm, konteksteve të ndryshme kohore, por të dy dëshmojnë se historia e popullit tonë është histori qëndrese dhe sakrifice e pandërprerë. Të dashur motra dhe vëllezër, medalioni i kujtesës që përsa zbuluam sot për Ilir Mërturin në këtë park që po ashtu mban emrin e tij, është shenjë i respektit shtetëror për flimin e tij dhe angazhimin ton për të vërtetën historike. Është kujtesë që na thret çdo ditë që ta mbajmë Kosovën ashtu siç e deshin ata, të lirë e të zhvilluar e të përparuar, të denjë për sakrificën e tyre. Kjo pllak është amanet për breza që do të vinë, që ta kuptojnë se liria është fituar mbi dhimbje të mëdha njerëzore dhe humbje të pakompenzueshme njerëzish, dhe se ruajtja e mbrojtja e saj kërkon përgjegjësi dhe përkushtim si nga institucionet e shtetit, ashtu edhe nga shoqëria e mbarë. Sot përkulemi me nderim para gjithë atyre që dhanë jetën për liri dhe riafirmojmë zotimin tonë për dinjitet qytetar, për drejtësi shoqërore dhe për paqe të sigurt në Republikën e Kosovës. Lavdi dëshmorëve Mërturi, Gashi dhe Beseli dhe të gjithë dëshmorëve të gjitha epokave të kombit shqiptar dhe nderim të gjithë martirëve të lirisë. Ju falenderoj. Faleminderit, zoti kryeministër. Në organizimet e tilla ndodhen edhe gabime, janë njerëzore. Unë dua t'i kërkoj falje zotit Haradinaj që nuk e ftova për ta zbuluar medalionin, por e ftoj tani ta marr fjalën komandantin e ushtrisë shërimtare të Kosovës në kohën e luftës. E më mirë se ai nuk e din askush se si janë gëzuar betejave kur kanë fituar, se sa kanë pasur biklim kur kanë humbur bashkëpunëtorët. Zoti Haradinaj, faleminderit që jeni këtu. Mund e veç pak veç i dashur Bacar Recep, Suzan, familje e dëshmorit Ilir Mërturi, të dashur familjar të Naim Gashit, dëshmor që kujtojmë sot, Vesel Krasniqit, dhe lejoni pashtu t'ju kujtoj se sot t'ju kujtojmë edhe Agim Zenelin, Luan Smajlin, Agron Ramën, Prane Mem Leshin, Agus Gjoqin, Valon Gashin, Batjar Morina, Daut Kelmendi ose Zagraxha si kem thënë, Emrus Sheta, Kasim Shala, Hamdi Berisha, Gzim Ademi, Haxhi Lupjani, Gaspar Karaçi, edhe njëre përsëri Ilir Mërturi, Naimin, Naim Dreshaj, Said Krasniqi, Vesel Avdyli, dhe po ashtu sot kujtojmë edhe qytetar të Rogovës, atje ku ndodhi edhe përballja e fundit finale, sepse përballja kishte filluar që në Beshtazhin, Rustem Morinën me djemt Selmanin, Muhametin e Nusretin, Ibrahim Kryeziun, Xhedet Berishën, Zhyber Shala, Adem Shala edhe Rifat Shala. Është nder për ne që vazhdojmë në përvjetar, jo vetëm të nderojmë në vendet ku pushojnë varreza dëshmorët e kombit, por po ashtu edhe
t'ju ngrishim lapidare, t'ju ngrishim memoriale, t'ju ngrishim vende ku jo vetëm ne të gjallë, ata që ishim pjesë e luftës, po edhe brezat e ri, ta njohin historinë, ta njohin sakrificën tonë, ta dinë se si kemi artilleria që ka qenë vërtet një rrugë e vështirë e dhimbshme. Ne në Kosovë vazhdojmë ende me i vujt plagë të luftës, pra të rënët për liri, dëshmorët, martirët, po kemi edhe të paqetur dhe kemi shumë plagë tjera. Ajo që dëshiroj me shtu, saj për këtë kësaj betejes është ndoshta pak më ndryshe se shumë tjera, ne nuk e kishim detyrën më të vështirë me luftu. Detyra më e vështirë për ne në kohë të luftës ka qenë me sjellë armatim. Pra çdo etapë kohore, ta zonë se është luftu një javë ose është ka ndodhur një përballje pak ditore, ne kemi harxhu këtë çka kemi pas. Se rezervat tona kanë qenë shumë vogla, pajisjet tona ose anë tona kanë qenë shumë pakta, i kemi bajt me krah. Edhe në vazhdimsi, pra është dashur me organizu ekspedita të bashkëluftarëve, me shku deri në Shqipëri, me marrë armatim, me marrë municion, edhe mu kthye. Kuptohet për këtë detyrë janë lajmëruar bashkëluftarët që e kanë di vetën gatshëm. Ndërta i kemi edhe tre që i kujtojmë këtu, Ilirin, në Terash, Naimin, Veselin, po dhe gjithë të tjera. Në këtë ekspedit, pra më kujtohet që sot, kemi provue me bo edhe një zgjidhje për disa plagosur. Ndërta dhe komandantin agronoma, ka qenë komandant brigade, agronoma i Smolicës, kemi kombinu shkurin e tyre për armatim dhe kuptohet batin e plagosur dhe tjerë. Për fat, armiku e ka kry punë e vetë edhe pse. Ne i kishim marrë përgatitet më të mira të mujshme, udhëheqësit e kësaj ekspedite kanë qenë vëllezërit Mema dhe Prani, njerëz që e kanë njohur shumë mirë terrenin, vërtet e kanë njohur terrenin, edhe kanë qenë zonë e tyre, pra nëse flasim prej Branicit e Bistazhin dhe pjesa tjetër, po forcat armike kanë kryer detyrën e vet. Duke qenë këtu dhe një herë, ne asnjëherë s'ndalemi me i nderue, me i falenderue dëshmorët e martirt, ma herët po të ndirin të nderoj edhe dy familjet, pra edhe të Naimit e të Veselit, kam ndirin po ashtu sot në këtë rast, ti dedikoj pra dekorat me besim zotat dhe shtet, Ilir Mërturi pas vdekjes e lus dikon familjes të pranat. Kush o ma i reu? Hajde pa që rezepti se ma i reu. Ali, unë ofisa. Përëndirë gjithë, ju përshëndes gjithë, po ashtu përëndirë.